Bashkia e Pustecit është duke bërë përgatitjet përfundimtare për të çelur sezonin turistik edhe për këtë vit. Duke qenë se në këtë bashki shtrihet Parku Kombëtar i Prespës, një pasuri e madhe natyrore dhe me interes për të vizituar, por gjithashtu edhe një sër monumente shkulture të cilat tregojnë për trashëgimin dhe historinë e zonës, pritet që numri i vizitorëve të jetë më i lartë. Çelja e sezonit do të shoqërohet me një program të pasur artistik, bën të ditur kryetari i Bashkisë Pustec, Pali Kolevski. Bashkia këtë ka menduar që të hapë në formën e një eventi ku do ketë muzikë, do ketë një panajir i vogël për gatimet tradicionale të zonës. Ndërkohë Kolevski jep lajmin e mirë se brenda vitit do të nisë rehabilitimi i infrastrukturës rrugore, një element i shtuar që do t'i jap edhe më tepër hovë zhvillimit të turizmit. Është mbyllur konkretisht kontrata me një kompani private nga Fondi i Zhvillimit për artimin e projekteve të zbatimit për Bashkinë e Pustecit, që përfshin lidhjen e rrugës kryesore deri në fshatin Caroshk, domethënë që është në kuadrin e 100 fshatrave. Janë parashikuar edhe 2 shtetore, gjatësia gjithsej 6.2 km, e cila do ndahet në 2 pjesë. Një pjesë do jetë në pjesën e Caroshk, pjesa tjetër do jetë këtu në Pustec. Është menduar edhe rregullimi i qendrave të fshatit Caroshk, gjithashtu rruga do kalojë në Lajthiz dhe aty do kemi një ndërhyrje, Pusteci patjetër edhe në Djellas. Gjatë vitit të kaluar, kjo zonë është frekuentuar nga rreth 90.000 vizitorë.